Pa diskutim që po, se kjo duket edhe në rrugtimin tënd, se çfarë ti ke arritur, që edhe ke folur dhe i ke treguar këto gjëra. Por ndërkohë, pavarësisht profesionit që ti ke zgjedhur dhe arritjeve shumë të mëdha përtej kufive, ti je shprehur se babai yt nuk e ka pëlqyer profesionin tënd si frizer. Pse? Jo, fare, po qyre, na sidomos generacioni babët tonë, ata jetojnë shumë për halkë, shka po thojnë halkët e mendimit të halkët e sene, dhe normal si pilqaj këtë djallit është frizer. Por unë me të vërtet s'kam pas kur farë mundësie tjetër, se në najna konë 7 shqiptarë në klasë, edhe me gjithë një zanat u konë dyqysh shumë problem, se të mramë të shqiptarët mu ishin me gjithë zanat qatë period. Po dyqysh si me zërt mu dha mundësia, Janisa frizer, atëre kuptova, thash se me kitë punën e pa buk nuk rri, do më thonë, punë muj me pas gjithmonë, atër rizikova e qela një lokal temin, dhe aty u konë shumë interesant, i dugoj temin, aty ka qenë shumë interesant se unë një 2-3 vjetë pata sukses, i fitosh aty konë 7-8.000 euro në mujtë, edhe babi e kesh dikun 4-5.000 euro rogë, në thëj ki qysh, dhe i ki me dënë me shritë, thëj ki lokalin, këto para, kur i fiton ndryshe, se gjithmonë unë i thamë, edhe që ata më ndonë edhe shokëve ose njerëzëm i thonë, shka me ndonë baba jëtë ose mami jëtë, ata qesin limitën e mendimin e vetë, po kjo jetë është në pa limit, unë gjithmonë mujmë, jam i bindum se gjithë senët ti mund është me arrit një. E që ata duhet pak një do prindit, se ata janë nisi për vetë vetës, edhe betë vërtet, në jetën jashtë kur nuk e kam gu babin, por nisa në kam pas, mësë mi aprish kur familjes, ta kam pas gjithmonë, mësë mi udhnu, se kanë hek shumë ketë, si në mami, si babi, besoj se krejt, në prindet e tonë kanë hek keq, që ata kam pas e që më ka dollë mas mam të shumë mirë, po.